Dhe është amasës. Po flas për votimin e SD-s. Si arru. Sepse nuk është më seancë solene, është seancë për zgjedhjen e qeverisë. Potencialisht ka mundësi me u prodhon një situatë e re kushtetuese në rast se tentohet me ndryshu forma e votimit të qeverisë. Arben me votim shfat me shku, sepse mundet me ely. Dhe me procedurë të rregullt kalon. Me shku herë në gjykatën kushtetuese. Po, dhe llogaritë seanca si e pa përfunduar, sepse s'është votu. Domethënë, apo kuptoni, domethënë ka shpikje të reja. A pjavë që të nërmen qëto? Ej, so shrejnë në abone. I mësuve. Qa në abone, përdem. O, zë s'pja qes dërmen. Ja, i mësuve, i këshillove pa. I këshillove gratis. Edhe një mundësi e orë për gjykatën kushtetuese. Jo, se edhe procedura e ndryshimit me votim të sheft duhet me pas shumicën e votave të prezente që është, sepse është hinë procedurë të votimit edhe aty nëse i merë, sa më nëse janë 100 deputet, duhet më konë 59 me votu për me ndryshu procedura. Shumica vendos. Por, unë po thëmë nuk preashtoj kur gjot prej matematikave, fiskulturave të zotit kurdi që kemi pa dhe sot. Fidan. Pra me kërku edhe këto. Edhe çka ndonë në rast, prapë kjo një situatë e re që duhet me shku në gjykat. Fidan, edhe sepse mandati sunë mirët, s'ka drejt presidenti. Edhe nëse vendoset me votim të fshat. Edhe çka? Veç kanë me met soll ata deputet që kanë me votu, të tjerë ton kanë me Po dhënë. mirë, s'ka lidhje. Prapë ka me votim shef, po me met një 50 vjet. Jo, s'ka korom, duhet me qenë 60 soll. Po s'rrin hiç. Edhe çka ndodh, seanca ndërprehet, çysh çka me bëhet në atë rast? Me kërku interpretim të Interpretim kushtetuese. Ja, qite në përmendaj, po ka ti këto me fytyrë. Kjo duhet veç me pjell që se gabime, që me dalë tema të Po shumë e mundshme, Sadik. Besoj që është shumë e mundshme. Këtë situatë shumë e që nëse ky hin për mu votu. Kur ka për votim. Me do kjo tregon që ai ka shumë. Po jo, po sa Po dëmi po dëmi të dëmi që ka Jo, po kushtetuese me volume ndrrime. seanca në llogaritë e mbyllën, as e dështume. Që nuk ka korom, s'ka net deputet. Pra atëra i rrin nuk rrin sallta, atë robot aty që s'rrin Zona sallta. zotëri uroj që javën të jashtme jemi duke folur për zgjedhjet nacionale. Rregull është. Kryesia ka shumicën e ndron edhe E thirr prapë. Me thirr. S'monesh me thonë që është mbyllë seanca. Presidentja nuk mundet me një seancë të pambyllur, ku nuk ka pas proces votimi, me thonë po kaloj të i dytë. S'ka, po kupton, domethënë është nuk afati 15 ditë shkon, po jo. Sa herë ishte propozuar Arvulena Xhiu? Jo, 47 herë.